që na kanë gju edhe na kanë mbra në këtë formë, po. Na pra. Po? Urgent, qele, urgent, Naimu. Pastaj, o valën, na kanë vra. Përshëndetje, drejtor. Që na kanë gju edhe na kanë mbra në këtë formë, po. A e keni ditur se nga telefoni i kujt po ju thret? Telefoni ti. Nuk ka qenë telefoni ti. Ka tjerë me një numër në fund është 417, ku më ka dërgu edhe mesazh. Me ka thirë me një numër, i cili në fund ka... Dhe pastaj unë që kom lejmëru, sepse nuk e kom njop numërin, edhe isha të kom shita të shkumë për të najt, edhe më ka që mesazh, saktësisht 8:32 minuta, me mesazhin urgent, qele, urgent, Naimu. Shifrat e fundit? Po, por aty ku ja kom këthy unë është numër tjetër. Mirë, a e din këtë numrin e plotë? 2 numra. Numri parë që ceka me herët, është edhe numri 2. 2 numra. Që ka fillu me thirr prap. I parë që është që e ceka me herët. Numri 2 është me numër, 3 numrat e fundit 907. Edhe këtu më ka shkruar mesazhe. Po. Në fillim qele, 3 herë. Në këtë numrin e fundit që ceka me 907 në fund, kur i kam shkru me falë cili Naim, jam me musafir. Kam reaguar në numrin e dytë. Murselo, kur kom pyet cili Naim, Murselo, urgent, një shkrim jo i qartë, ka dash mi shkru urgent, pastaj o valën... Shkrim, jo, po ti, Murselo, ka qenë një shkrim jo i qartë. Pastaj, o valën, na kanë vra. Unë i shka të sekem, me kam bo print screen, edhe ja kam dërgu numrin e ti në WhatsApp, ku kam komuniku ma herët. Për mi vërtetua është Naimi, edhe kum pa që s'pishkon mesazhi, pastaj kum thirrë në këtë numër. A kanë thonë, e kanë vra Loridona, apo na kanë vra, kjo është njërë nga këto. Kam hez në drejtim të asaj zone, ku kanë ndodhur rasti. E kam thirrë edhe njëherë me këtë numër, por më ka thonë që më ka lajmëruar një djalë, më ka thonë që Naimi ka shku vetëm në polici. Me përgjigjesh me po ose jo. Pasi kemi najt bashk në stacionin e policisë në Dragodan, ju keni deklaruar se keni shkuar së bashku me Naimin për në Sves. A njeni personin e tret i cili ishte me juve? Jo. A është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sves, Naimi ju ka thënë ju që prokurorja më ka bo pyetje si kur me pas vra une? Po. Faleminderit, s'kam pyetje tjetër. Prokurorja ju ka thënë ju. Përshëndetje, drejtor. Fillimisht e kom një pyetje një ditë para ngjarjes. A jemi takuar në Gërmi mbrëmjen e 28 nëntorit 2023? Po. Me kanë kom qenë i shoqëruar? Ne aty mi taku rastësisht, sepse unë kam qenë me shoqërinë time, ti ke qenë tavolinën bashkë në qitur me familjen e këngëtarës Itaura. Kom qenë në tavolinën e tyre, po ngjitur me ta? Pa më duket ke qenë në tavolinë me ata. S'jam i sigurt se ka kalu kohë. Prej cilit vit me njeni mua, drejtor? Nëse ju kujtohet. Ndoshta 2010, 11, s'po di. Ju e keni njohur edhe bashkëshortën time? Po, shumë mirë. Po, keni qenë edhe në Suedi. A keni qenë në dijeni që kom pas ndonjë problem me bashkëshortën time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjëherë. Në ato momente kur kam hyrë në zyrën e parë njëherë, më ke do shumë i shqetësuar.
Fëmijët drejtora kanë qenë në dijeni që momi tyre nuk ishte mo në jetë. Jo,